Presidentes Vjosa Osmani, e cila synon edhe një mandat tjetër 5 vjeçar në krye të shtetit, mandati përfundon më 4 prill. Presidenti i ri duhet të zgjidhet më së largu më 4 mars, jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të saj. Se çfarë qëndrimi ka ndaj kandidaturës së Osmanit, partia që i ka 57 deputet në legjislaturën e re, Lëvizja Vetëvendosje, ende nuk është e qartë. Përkundër interesimit të televizionit Dugaxhini drejtuar në adresën e disa deputetëve, por edhe të zëdhënësit të partisë, e paqartë mbetet se me kë prej partive synojnë bashkëpunim për emrin e presidentit. Me njerë pas zgjedhjeve, Albin Kurti kishte deklaruar se për çështjen e presidentit ose presidentes do të duhet të bisedojnë edhe me opozitën, por që paraprakisht duhet të ulet të bisedojnë edhe me presidenten aktuale. Deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës në emisionin Debat Plus në televizionin Dugaxhini nuk kanë shfaqur shenja se do të përkrahin kandidaturën e Osmanit, duke preferuar emër tjetër që sipas tyre është konsensual dhe sipas tyre mbi partitë politike. Prandaj nuk e shohim si diçka që neve na obligon që as të rrim në sallë dhe as që të japim mbështetje, por na do të si deputet do ta kryejm obligimin ton duke votu ose duke marrë një qëndrim politik. Në anën tjetër, Bernard Nikaj, i cili është sekretar për marrëdhënie me jashtë i Partisë Demokratike të Kosovës, e cila do të ketë 22 deputet, ka deklaruar të njëjtën se PDK voton një president të ri dhe konsensual vetëm me një marrëveshje politike. Në anën tjetër, analisti politik Belgzim Kamberi thotë se është e rëndësishme të kuptohet nëse Lëvizja Vetëvendosje është e gatshme të bëjë kompromis me parti tjera dhe të shihet se sa larg është i gatshëm të shkojë ish bloku opozitar për të mbrojtur qëndrimet e tyre. Po natyrisht në pozitën e tij që është tashmë zoti Kurti, ai ka mundësinë faktikisht që të ndërtojë një farë lloj kërcënimi, nëse mund ta quajmë kështu, ndaj opozitës për ndërtuar pozicion paraprak negociues për presidentin. Dhe tash kjo është legjitime nga perspektiva politike. Çështja tjetër është se si do të sillet opozita ndaj qëndrimit të zotit Kurti. Pra opozita a do të friksohet të shkojë në zgjedhje, a do të tregojë një lloj frike dhe në këtë drejtim që t'ja pranoj zotit Kurti propozimin e tij për president pa marrëveshje me opozitën, apo në anën tjetër opozita do të jetë, le të themi kështu, edhe më e bashkuar. Sipas kushtetutës, në 2 raundet e para të votimit për presidenten, nevojiten 2/3 e votave të kuvendit, pra 80 sësh. Në rast se zgjedhja e kandidatit dështon në të dyja raundet, në tentativën e tretë mund të zgjidhet me 61 vota, por të pranishëm për kuorum duhet të jenë 80 deputet. Në rast se deri më 4 mars nuk zgjidhet presidenti i ri, vendi shkon në zgjedhje të parakohshme.